Nëse vuani nga artriti, duhet të hiqni dorë menjëherë nga këto ushqime. Mënyra e gabuar e qëndrimit, lodhja fizike dhe genet janë disa faktorë që mund të rrisin mundësinë që të vuani nga dhimbjet e kyçeve, por jo më pak e rëndësishëm mbetet regjimi ushqimor. Në këtë video do të gjeni ushqimet që nuk duhet t'i hani në qoftë se keni dhimbje të kockave. Veza. Edhe pse vezët janë një burim i përshtatshëm i vitaminave dhe proteinave, konsumi i tyre me përbërës të yndyrnave të skuqura mund të ndikojë në çështjen tuaj. Pijet e sheqerosura dhe ato të gazuara, në qoftë se ankoheni vazhdimisht për dhimbjet e kockave, duhet të shmangni sa më shumë pijet e mësipërme të gazuara dhe të sheqerosura, pasi dëmtojnë në shëndetin e tyre. Mishi i kuq dhe mishi i përpunuar gjithashtu mund të ndikojnë në përkeçësimin e çështjes suaj. Patatet e skuqura dhe gjithashtu ato të fast foodeve mund të jenë të dëmshme për kockat. Edhe frutat e thata në këtë rast nuk këshillohen të konsumohen sipas ekspertëve të shëndetit.